Prej Popeyes, shkumbin Muqulli, kur jemi tek Popeyes, është një zinxhir ndërkombëtar I restoranave gjigati ka të dahi me kamerë. Para Popeyes-it ishte më buhur. Gjia pak entuziazmot kur përmendet ushqimi. Popeyes është një zinxhir ndërkombëtar I restoranave fast food I specializuar në gatime me bazën pul, I njohur veçanërisht për pulën e skuqur me shije kajun. Edhe shumë sose, mandej që kemi diskutu këtu me shkumbinin, Popeyes është tani në gati 43 ndërkombëtare me mbi 4.000 shnet, gjithse shumë e vërtet, 4.900 restorane në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe mbar botën. 4.900 vende në këtë moment punojnë, nejse diku në natë, ndoshta kam shenë, punojnë edhe çkepin pulën e Popeyes-it. Kështu që me shkumbinin kena me diskutu krejt detajet. Hajde shkumbin, mirë se erdhe. Art si vera. Art si vera, si je, aje mirë, përnot lutëm. Në pas ke ardhë, po më duket me energjit mira. Fix. Bravo, se kena pas më taku javën e kalume, janë? Po të ditë që ti, di që shumë to shpejt, e lam përsa. Perfekt. Qështë kemi? Mirë të këta. Mirë? Mirë shumë. Rrugë, udhëtime, qarkullime, stres, ngarkes. Shumë mirë, tash këto ditë e fundit ku rritet pak stres, rritet ajo. Flasim për një brend shumë të madhe dhe më një dhe përgjithësia, gjithë që ka të shkoj mirë. Mirë, po nësa po erdha prej lokacionit, përgatitet janë bërë, kështu që po flasim për shumë pak orë para, se të sjellëm ushqimin. Po, se ai dani pari aty, ka dalë bëshe, janë të bogati kuzhinat e krejt gjonat. Kështu që Popeyes do ta kemi në Prishtina Mall. Në Prishtina Mall edhe pëthojna sot këtë që të mërkurën në ora 5. Po e hapi. Mërkurën në ora 5, I bjen 17, mazdite, I madhe I vogël I mesëm, kryet puna Prishtina Mall. Ce janë, se lëpshe. Kure, Nora 17 mërkurën, a përdo në datën a pa datë, dhe që mërkurë? Jo, do mjaftën të mërkurën në pregadit, na prej mëngjesit. Të shku të pritur. Të shkën atë, po të shkën befasi janë, zdani me të rrë. Janë disa befasi, këna me pasë një performance të një jazz bandit, se Popeyes vjen për Louisianës, për venit ku ka linë jazzi, ku gjitha kultura e jazzit, dhe gjithë mundohemi për cilë dhe në brand, ku do që I hapemi. Kështu do të kemi një performance, do të kemi shumë befasi brenda, kërë kemi mundu me ba një hapi, kështu dinitoze për një brand ka ashtë malë që po vjen. E hajde tash të njoftojmë qytetarë se na pul, adin për përmendim e krejt ato, po për Popeyes me ditë më në detaje, se e thash që vjen edhe gjejmë 4.900 restorane në Amerikë edhe krejt botën, po fatin për kemi edhe, jo fatin, se mos të shëqu me punuti, nësë këshim pa, po më do këta, s'kish pas shansa. Edhe fatin. Edhe pak, me nga spiku të Popeyes që shështë se në të kalume në dim kujtojt për këto emrat e mdhajtë, më thonë që janë sa spekulimi, jo po vjen, jes po vjen, jo munët, jes munët, jo kur s'ka marrë dhe kësi gjana, kështu që shu bu për Popeyes edhe më në jatë një Pakla, është e vërtet që nuk është e letë, cilët një brand ka që malë në Kosovë, edhe po flasim për gjitha shtetet të rajonit, Kosovë është për të para. Një vend I vogël, një vend shumë. Mirë, po është bërë një punë e madhe, flasëm më shumë se një vetë që punohet brenda, punohet në biznes plane, punohet përgatitje. Kërkohet shumë standarde, kërkohet shumë gjanat e cilat tregu jonë me vështërsi arrin ato standarde. Por mirë, po kemi një eksperiencë edhe ma herë dhe po flasim, po I dim disa për rrugëve. Kemi një story suksesi ma para, performanca këtyre brendeve ndërkombëtare në Kosovë është shumë e mirë. Njerëzit I duan këtë ushqim, duan këtë mënyrën e të ushqyrit amerikan, atë gjitha eksperiencën që ti e ke ato brenda, që ne kemi pas raste, po flasim kur dilim jashtë dhe gjërat. Sot e kemi qatë fatë të cilët kemi qenë ne që arritëm që të arrim të një fund procesit, për një brand ka të malë në Amerikë, një brand I cili e bërë një farë revolucioni në industrinë e ushqimit, kur vje në pyetja chicken sandwich, sepse gjitha këto brandet, ajo është produkti më I shitur. Dhe nga jo në 2019 me morë një shpërthim gjithandej, filloj edhe Europa, edhe ndër shtetet e para edhe në Europë jemi këtu, jemi në Kosovë. Dhe më thonë Kosova thuj se... Ndër pak shtetet edhe në Europë të cilat janë, Kosova ka arrit me
plotësu gjitha ato standarde, kritere, procedura, gjitha tjera. Kjo fal një punës po flas, më shumë se një vjeç, gjithë ekipit Kosovës, cili ka punu shumë intensivisht që të vijmë sot këtu. A të kujtohet emaili parë Popajsit kur ja keni dërgu? Më kujtohet një takim rastësisht që ka ndodhur. Unë do na me tregu shikuesve prej Balkan Foods apo? CA, Shkumbini, se nuk është rastësisht që Shkumbini të shohon të ndresh kjerësh atje, o niste Popajsi mi që email. Edhe e përmend edhe vetë që përvoja vetë se është brenda kësaj lamije, e tash tregom te emaili parë apo kontakti i parë që shka ndodhur aty. Ka qenë shumë rastësisht. Unë kam qenë një vizitë në Miami, me të cilin përfundonim një farë konvente kështu të gjithë kombëtare atje, dhe pas konventa gjithë dita e lodhët, dhe vendosëm me shku me hangër Bogdikën. Vendosëm me shku me hangër Bogdikën edhe Popajsi ishte veni aty afër, mos afër ti. Shkum atu ndizin i Bashkëndije. Ndezin i Bashkëndije për arsye se shija e pulës nuk është shumë e ndryshme, nuk është ajo si që kemi mësu ta kemi ne. Është e marinuar në atë formë që të jap një shije krejtësisht ndryshe, që për ne është shumë e mirë, por arsye janë erëza të forta. Ne kemi dëshirë ushqim të fortë, me shumë erëza, hajmë pikant, hajmë shumë. Kështu që për ne përshtatet shumë. Kështu ato filloi. Filloi zërimin në Evropë, pastaj neve që kishim ca marrëdhënie me Brendën, në mënyrë që ta arrinim. Pastaj ishte kjo pjesa procedurale, kjo puna të cilët na mori, po thosim që duhet të standardizohen çdo procedurë, duhet të bëhen gjitha ato përgatitje. E pastaj edhe puna në terren, përjasën gjitha lokacionin, që për ne Prishtina Mallë është shumë i përshtatshëm. Të shkuve në Popajs, hongra aty? Jo, s'kam shku dikën po. S'po shkoj dikën tjetër një herë. Jo, shkuve atje, po thëmë. Shkuve atje, pas po këthejemi që aty se po më interesan shumë. E shijove, a ki dëgju ma heret, a ki ditë për Popaj, sa që aty e ki pas takimin e parë? Jo, kum ditë që është një brand, i cili bazën e ka pulën, produktet e pulës, mirë, po jo, ishte aja koha kur u lansu një chicken sandwich, i cili ishte një revolucioni kombëtar në Amerikë, në aspektin e ushqimit, ku njerëz prisin me orë tëra ta provojnë. E vetë i sa të ki aty kur shkove në restorant, kujtohet? Dhe kemi qenë 2 veti në ka qenë 2 vjet, tani restorant shumë i vjetër, kështu që... Okej, vetë që ti krejt kohën ato që për doket, që për doket? Jo ma vunë, se njerë ishëm qasht lëtë. Qasht shumë u fokusumë në ushqim, që folqëm veç për ushqim. Ma ne kur kry kiva puna ushqim, dhe nga mërë, it makes sense, da, edhe ma ne kur këtim hotel, janë nisë me follurit. U diskutu të nga krejt mua bete aty, po, a ishe si pengjes se ku reprezenton se për çfarë vendi bëhet fjalë, këtë rast për Kosovën. Jo, se na vina për një eksperiencë të cilën kemi një histori shumë të mirë në këtë industri. E dim shumë mirë se si funksionon. Edhe dim se klientët tonë se çfarë duan. Kështu nuk asnjë lloj dyshimi e as pengesës kemi pas nga ana e tregut. Edhe është të gjitha këto brendet me këtë shije, me një që tregu jonë produkte pulës i preferën shumë. Kështu që... Për puljena e dojmë shumë? Konsumohet shumë, është tradicionalisht, ne konsumojnë në shpe shumë edhe jashtë, është ajo ushqimit që ne e preferojmë, madje duke e kombinu këto me gjitha ato erëzat me një tradit ka të madhe që vjen nga Louisiana. Louisiana është një vend është fan, është vend ku performohet jazzi, ku njerëzit janë... Turizmin e ka zhvilluar aty, ku e vizitojnë shumë ndoshta Louisiana? Po, pikërisht për këto, pikërisht për këto veçorie, ato produkte të pulës kanë qenë zhvilluar apo themi në shejk. Çfarë kanë bë? Brendi ka mbalë gjithë ato njohuritë dhe ka formuar një brand për 72-ën, pastaj ka shku duke zhvillu. Kështu që kombinimi i këtyre, mënyra si përgatitet, mënyra se si përgatitet brenda restoranit, për flemin e marinojnë për 72 orë brenda restoranit. Okej. Kështu që gjitha këto e bëjnë brendin që të veçohet dhe ta krijojmë një pulë që vërtet se kemi shumë marrë. Dhe qenë ka shumë e komplikume, se tash parëndo ti dush me ditë 72 orë, ma përpara dush me ditë sa kanë me hongër mas 72 orë. Që as mos me të celu mongo, as shumë. Hala vështira me ushqim, ha? E kanë një ekip mrapa që janë shumë i mirë, të cilët po e bojnë një punë shumë të mirë, dhe po tash edhe na duhet me vënu diçka edhe masë që e hapëm, kështu që edhe që do marrë këllimë. E që shumë pjesa e teknologjisë, po mëdhej, gjitha jo, se sigurisht që tash gjithçka është avancu edhe
normalisht që ka pajisje të cilat i shfrytëzoni aty. Do e hapim restoranin, po mund të them me teknologjinë e fundit që i bie me gjitha features të teknologjisë. Sepse kjo mënyra si nga mënyra porosisë, përgatitjes së planifikimit gjitha ka kaluar një varg tjetër nivelin në botën, sidomos me gjitha këto adaptimin e teknologjisë. Tash po futen shumë AI brenda e gjitha tjera. Kështu që ne do e hapim, po pajisë në Prishtina Mall do jetë i kompletuar me gjitha këto features në mënyrë që edhe për klientin dhe për konsumatorin të jetë shumë më e lehtë të porositet të vijet deri te produktet që dëshiron, edhe për ekipet brenda që të përgatiten e ato të planifikojnë në mënyrë që mos mesin pa. Domethënë gjithçka është në vijë. Ma saksisht gjithçka është në vijë. Po tregom tash se na po flasim për pikën më 3 e cila ka me u hap të mërkurën në orën 17, edhe kanë mundësi me shiju qytetarë. Do dimë që në Prishtina Mall definitivisht ka vizitorë prej krejt Kosovës. Por që gjithkush ka qef me pas qytetin e vetë. Qa ka me ndonë ta? Për shumë shpejt, veç jemi duke i diskutuar finalet në disa lokacione në disa në qytetit Kosovës. Sepse ideja është të hapin në gjithë Kosovën, të shtrimi janë gjithë andi. Plani është të hapin 10-12 restorane brenda këtyre 5 ditëve të para, kryesisht ne i hapim pak më shpejt se që thojmë. Brendin e njohin gjithë ata të cilët janë të angazhuar në këto qendra tregtare apo retail parqet, të gjithë ata që kemi biseduar janë shumë të interesuar, por arsye se është një vlerë e shtuar, se i ka mungu këtij segmenti, sepse në qendrat tregtare kemi mjaftueshëm, flasim zgjedhje mirë, po në mënyrë të tillë, në mënyrë e ushqimit, e përgatitjes së tillë i ka mungu, kështu që shumë shpejt unë jam super pozitiv. Flasim për detajet të fundit në disa prej qyteteve të Kosovës që të hapëm menjëherë pas Prishtina Mall. Prishtina Mall sigurisht e këndi ushqimeve aty. Po, sipër te food courti. Okej. E tash, kur jemi tek Popeyes, pulën po që ato sosat. Çka ka brenda tyre? Se e di që janë shumë veçanta dhe nuk gjen kërka tjetër përveç se ndër veçuri tjera që ka veç Popeyes. Kështu me kështu janë kjo pjesa e sosa. Është pjesa kur shoqërimi i pulës të marinuar për aq gjatë bëhet me një kombinim të sosave të cilat ne nuk po ikësh në treg nuk e gjen. Nuk janë kështu shkonar. Po janë një kombinim i cili vije prapë nga Luiziana, një kombinim shumë i mirë. Ne kishim një histori të ngjashme kur hapëm në Tiranë. Ndër problemet kryesore kishin sigurimi i sosave për arsye se kërkesa ishte jashtë çdo logjikës prodhuesisë. Sepse me drejtë ai kombinimi është shumë i mirë, madje edhe shijet janë të pëlqyera aq saqë të ketë një farë kurioziteti brenda tyre. Po që domethënë patjetër duhet me provu që me ditë se për çka po bëhet fjalë. Patjetër duhet me marrë Prishtina Mall, patjetër me provu Popeyes, se është super. Na dim kanë njerë si thot dyqysh me hongër ushqimi. Jo se këtë sos kështu mos ma. Ndoshta si kena posë sosa. E vërtet. Këtë në ngjajsh, ku të shpesh. Nuk është fjalla keqap mene, është fjalla për krejt diçka tjetër. Po dhe është tjetër sa. E te pula që është puna? Pula prej ka na vjen, qysh na vjen? Pula vjen për Europës, kryesisht zinxhiri i ushqimit vjen nga Europa qendrore. Gjitha këto proceduralisht i kemi kalu, pa ndonjë problem të madh, sepse janë produkte europiane, gjitha prodhohen dhe eksportohen nga Europa, si dhe pjesa e këtyre sosave gjitha tjera, kryesisht Europa qendrore. Ato janë standardet ku edhe për ne është centralizuar për këto brende dhe dihet se ku furnizohesh edhe. Po pajsis lën me shti do pula. Asë në Popeyes, asë në katoni qësila. Kërkua procedura. Që ta mërmendja se ju tash vetë se me ju thonë lirisht specialist i ushqimeve sa i përket në Kosovë, që të ne që i posedoni, po a ka gjasa Kosova ndonjëherë me arrit atë nivel që me bu prodhime për shembull për Popeyes-in këtë. Po trakla, ne jemi duke punu me disa, po flasëm për ama më ka rrimë ama lirë, nëse s'ka do krasi. Deshtash. Jemi të bisedu me disa prej produktëve, të cilët janë super të mirë. Keq kuptohemi ato që tha më herët. Po. Produktet super të mira. Kërkohet
proceduralisht përgjithësohen ca standarde, të cilat për neve edhe për prodhuesve nuk kanë qenë të kërkuara, ndoshta pse ke pas nevojë me bë. Sot kanë kërkesa, sot kanë nevojë, kanë treg. Po diskutohet, jemi shumë afër me një prodhues për të prodhuar edhe pjesën tjetër, jo vetëm të pulës, por pjesën tjetër, në mënyrë që për ne disa prej tyre vetëm i kemi lokalizuar, që është shumë mirë. Sepse gjitha këto investime që ne i bëjmë si ndërtimin e restoraneve, nuk është ideja vetëm se çfarë po shërbejmë ose ideja është që jemi ka flasur për një investim shumë të madh. Investim shumë të madh, edhe financiar, mirë po flasim edhe në zhvillimin e njerëzve, si brenda ashtu jashtë. Gjithë ata partnerët që ne bashkëpunojmë brenda, zhvillojnë procese të cilat nuk kanë qenë të kërkuara këtu. është gjithmonë diçka gjithsesi e përparon një proces të tij. Po ashtu edhe ekipet e brendshme. Flasim ne kemi me mira njerëz që kanë kaluar përmes strukturave tona, të cilët sot shërbejnë po një industri. Mirë, po me shumë njohuri se kanë qenë më herët. Kështu ajo është një investim që për mua është super pozitiv. Nuk është ideja se sa restorane po i qel, po sa po e ngrit nivelin e shërbimit në Kosovë. E që në mendoj që me ardhen këtyre brendeve, sidomos këtë 10 vjeçarin e fundit, se para 10 vjetëve s'kemi sërçimi pas. Niveli sot dihet për çfarë diskutohet, dihet kur diskutohet për një standard, dihet kur diskutohet për një mënyrë të shërbimit, dihet kur bisedohet për një siguri të ushqimit. Ajo është e mirë, ajo është ardhur nga këto brendet. Ato na kanë treguar, ne kemi treguar ekipeve tona, është implementuar, ka dalë dikun tjetër, implementon edhe atje, shumë mirë. Sot ushqehemi më sigurt se para 10 vjetëve. Po, që ka një farë sigurie se që thonë janë edhe dikujt tjetër përveç neve këtu. E tash tregom edhe tek stafi. Se tash normalisht që ai staf duhet me qenë i trajnuar, është diçka më speciale. Na kemi fillu me këtë restoran e parë, jemi duke i formuar stafet edhe ekipet edhe brenda zyra, sepse po planifikojmë për një zgjerim të shpejtë. Kështu që na duhen gjithë ata të cilët vërtet dojnë të punojnë në një ambient dinamik, dojnë të punojnë me një ekip me çuna goca të reja, të cilët na bashkangjiten. Jemi super të hapur, gjithë ata që kanë kreativitet, të shprejnë interesim, ne jemi të gatshëm të marrim. Gjitha këto që kemi arrit me njerëz kryesisht nga këtu, nga Kosova. Edhe sigurisht aty mas shumë të jenë stafi që në general të treja. Është një staf super dinamik. Një staf që po më edhe kush në zyre, keni farë atmosfere që ki qef me arën punë. Kështu që po mundohemi me rujt ata, edhe të gjithë ata të cilët vërtet duan të punojnë në një staf dinamik, vërtet duan të punojnë në një kompani të cilën ka shtrirën 5 vende në Ballkan. Në këtë industri, atëherë hajde të punojnë e bashkë. Apo bjen këtë që jeni të zbut pa punësin, pak për mdo këta? Edhe që është standardi, po dy sene që isha pozitiv në këtë aspektin. Jo vetëm zbutja pa punësit, gjithë se si në tut. Kur t'ja është një 15 restoran, t'i kinja 3-400 njerëz ma shumë punë se që kanë qenë ma herët. Mirë, po, për mu ka shumë rëndësia dhe cilësia atyre e qëfar i ofron atyre. Jemi kompanija të cilat flasim, jam ndihna mirë që e kam një ekipe të cila ka kriju kushtet që të përmirësohen kushtet e punës në çdo pjesë të ekipeve që punojmë sot. Do të thotë këtë kohën punohet këtë drejtim. Mos me lënë gabime gjana. Fundi çfarë është? Ideja është që t'ia krijojmë një ambient që të punojnë të sigurt, të ndihen mirë, të marrin benefite më shumë, të respektojnë gjitha normat e ligjit se që funksionon se që duhet, sepse gjithë na duhet të pushim, na duhet një 2 ditë pushim një javë, na duhet një 20 tira në vetë. Kështu mundohemi me respektu që ato, ato i respektojnë 100%. Po kështu janë 2 benefitet, jo vetëm punësimi, po edhe trajtimi mirë atyre. Trajtimi mirë atyre që do të bënë muni mirë, ti shkon në restoran, isha njerëz që janë happy, që kanë qef me punu. Ti një është mirë që ka pas mundësi që me hapë një restoran, ato që punësën janë 20-30, tash që sot njihen ma mirë, sot kanë kushte ma të mira që kanë pas ma herët. Kështu që janë 2 pjesë që të përmbushin, 2 pjesë që i qef. Unë kësha dorë se në fund, adin, krejt këto për flasin, po do që thënë, ku buka, vla, ku buka. Te popojsi që ku e keni edhe në Instagram, mundeni me bu follow, edhe hapja ma dhe ora 17 aty 4 qershori, pas ka diçka falas, e para në radhë, kësi gjona, falas për një vit, qka është ke?
Ate klik. Ka bëj fastime bule. Hajde të mërkurën. Ja na të mërkurën gjashysh, po... A vesh kështu po shihet, a? Ka të shëshor për një vit. Jo, janë... Kush i pari në radhë? Kush i pari në radhë? Sepse ideja është që ku do të që hapët, krijohet një radhë gëza e madhe. Edhe të gjithë do kënë sa benefitet ndryshme, po i pari është ai të cili mund më ushqy një vit falat. Do më thonë sa vjen ai ka më hongër, sa artitekët... Edhe vjen shpesh dhe shumë i mirë. Që është e mira. Kështu që përë një gati, a? Që sa brija për nga thirë. Kështu që shumë mirë... I keni ndajt gati edhe në Instagram 3 ditë, 2 ditë, po afrohet, o, Sabri, i ka ti. Së më naljon me punua, për shem. Kështu që të mërkurën, gjithçka është gati për me startu, me fillu, kjo po të regon që ka dhe gjonat të cilat qytetarët kanë me u befasu prej të mirave që do vinë aty prej Popajs. Hajtë të mërkurën dhe provojnë Popajs. Provojnë Popajs është super produkt. A mund shmë ne pak, a di që të imaginojmë një farë përshkrimit pulës, çfarë ndjesie, qysh, ku me ngjyma spari. A ki pas në një, se shumë sosa aty, në një ma të veçanë. E mira është, si kur shkresh dhe i blenat atë sosat, asë nuk e ke po më herët. Kështë gjithë qysh kemi... Gjithë ka është e reja. Po, gjithë qysh në i provu gjithë. Pula, të përgatitja e pulës është një veçori. Që i bje, pula duhet jetë brenda shumë e shkreft, e but, dhe jashtë jetë shumë kërkonte. Do më thonë, jashtë e fort, më randa është shumë e butë. Këtë ideja e këtyre që mirë në produkte. Mendoj që Popajs e ka kombinimin më atë mirë. E ka ato erzat, se atë erzat ka gjunë futen brenda për 72 orë, se atë marinohen brenda në restorane e tjera. Edhe arrijet me një farë slow cooking metodë që i kemi ne, që i gatuhem pak ma nga dalë, arrijet që t'ja japim qatë crunchiness, edhe ta shjejsh ata në atë kashatën e po. Për sa kështë që vjen, po sandwichin du t'a provoj. Po, dhe më thonë qysh në start, aja ka atë marinimin shumë veçantë. Që edhe mësë me në gjynë sësti, kemi pas një shije fantastike. Po, kërës e sosat i përdor për këto pjesë të pullet se ati i merë jashtë tyre, sepse ka dhe pjesë të pullet përveç sandwich, që ka një varietetit të mjetë të minus. Nuk ka si fore shqiptarëve gjysë pjek me kësi që i gjipë në ke pa, shka me ble punë. Sa arë të ka rëndullu këto? Ja, ato nuk e prejku, na jenë gjithë që është pjekne. Po, përveç, dhe më thonë, shumë qka të mirës që është aty, unë jam i gëzumë edhe për këtë pjesë, se një me e në akon të komplikumë. Një hamburger me dashme kërësit, që të ma domatën për funi jo për mi, ka pas një pozicioni i domatës. Shumë e mirë kjo. A nga kam bërë diçka tjetër, se tash, a di qysh është edhe për neve, edhe për mu personalisht është diçka e rip, prej Popajit. A nga kam bërë diçka që nuk e tham edhe le ta din qytetarë se çka po i pran. Një super produkt me një super shije, një brand shumë i mirë. Një ekip cila ka formuat shumë e mirë, atëherë gjitha këto janë do benefitet cilat po i marrëm, flasëm pas të ditëve. Andaj gjithë mendoj që do ta ndihin veten mirë. Edhe duke konsumu, duke vizitu Popajs me një atmosferë shumë të mirë, një brand jashtëzakonshëm, me një produkt të veçantë. A përshë janë shkumbini vetë ka provu sa i qetë. Super produkt, super asi. E, s'ke dhe se këna mu knaq me re. Këna me qo punën. Unë të përshina mollit po vënë. A përshë baku i mgjitë. Me të nërë nga zërna. Që shumë mirë. Veç që ka po më interesant, janë qatë ditë kime punu, mësë më fore me të shku në randë para të në marë për në vjetë falë. Po me thirë taksin, që me mëri direkt në kohatja. Ja, po, këtë veç me mëri randë. Që që a i s'ka nëvoj marrë një ditë ma herët, ha? Që a i pari që ka fituat me pritat të ka rase në Evropë që presin me ditë ma herët. Para me na. Në qena tregtare është pak më e vështirë, po flasëm për këtu lokacionin që hapën brenda qytetit. Ka rase që camping është, shkojnë atje dhe qëndrojnë një dita 2 më herët, njërë që me pas një farë benefice. Po është benefit interesant, është në prisin e timi. E bukura është edhe që kemi me pas këtë mundësi me shju, si në Amerikë, si në 4.900 restoranën përvysin krejtë botën, apo bëhet 4.901 tash, me njëve a qatë të diku. Për 2 ditë. Për 2 ditë, që
mos miro mësysh, preke unë njën, edhe të kënaqemi me Popajs. Faleminderit shkumbin. Faleminderit. Ishte kënaqësi, edhe po shpresoj që gjithçka ka me ecë mirë. Kur po them po shpresoj është për arsye që jo më na mbet vetëm Prishtina Mall, po krejt Kosovë. Krejt Kosovën shumë shpejt. Drive Truksi, a ka me pas të ardhmen? Gjithësysh. Është koncept që funksionon mas shumë ditë, na. Kështu që gjithësysh këtu, shumë shpejt na ka flasur për dy qytete të mëdha. Po. Fantastike, faleminderit shumë. Faleminderit. Edhe suksese, të kalojmë linjën te Joni derisa përcjelli shkumbinin. E mor dash.